Gjesti duke e darkuar me Eglin i ka rrëfyer për lidhjen e tij romantike jashtë shtëpisë. Po të them për lidhjen time jashtë. Gjestet i ka pasur njësoj si të tuat. Unë e shikoja që hypi në çatinë e shtëpisë, kam parë të merr me sy sepse bënte gjeste, donte të hidhej. Këto drama që pash, thash, do më mbetet në dorë, nuk guxoja të bëja asgjë sepse thoja, po ta lë më mbetet komplet mua përgjegjësia, hyra në depresion dhe ato simptomat e tua, duke i hyrë shumë thellë, ishin të njëjta. Egli, kisha 20 vjet që i haja me dhëm për budallishet që bëje ti, pritore se është presion i madh. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.